Healthcare. Finalizohet operacioni policor i koduar Medicine. Arrestohen 4 administrator farmacie dhe procedohet një tjetër, pasi tregtonin në farmacitë e tyre ilaçe të kontrabanduara. Në subjektet dhe në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara, me vlerë rreth 800.000 lekë. Si rezultati i hetimeve proaktive, të ndjekura për disa muaj, në kuadër të operacionit Medicine, me objektiv goditjen e kontrabandës së mallrave, u arrestuan në flagrant shtetasit SH, 65 vjeç EH, 59 vjeçe PB, 36 vjeçe dhe TP, 35 vjeçe. Gjithashtu, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen T, 53 vjeçe. Nga kontrollet e kryera në farmacitë që administronin këta shtetas, si dhe në banesat e tyre, u gjetën ilaçe pa pullën fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me vlerë rreth 800.000 lekë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.